Shtëpia në cilën kërkuan konak ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është shtëpia Nua Gashit dhe Nanës Tanës. Jemi në fshatin Brus, komuna Lipjanit, në këtë rrugë dhe në këtë shtëpi. Për gjatë gjithë viteve 98-99, konak si për ushqim, si për logjistik, si për armatim, gjetën mbi 300 ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fshati e kuptoi që familja Gashi, po drumin në shtëpisë së tyre e kishte kthyer në çerdhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Familja Gashi vendosi që edhe katin e dytë ta vë në funksion të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas kësaj, podrumi u kthye në një depo për ushtarët e UÇK-s. Armë të ndryshme, municion e ushqim ishin vendosur në podrum dhe shfryzoheshin çdo herë nga ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës sa herë që kalonin në këtë zonë. Kanë orë djemë të jenë bo shoqni me ta, edhe i kanë prit, edhe i kanë përcjell, edhe i kanë punë shpe, edhe ju kemi këthy bok, ju kemi shka o konë për shpe. Po bojnë shoqi për veti, na ka la kemi konë vetë. Shka oni e kemi pasë, kemi dhonë. Djemë për ditë, për qëllë, ja, shka, u totë shumë apo jesin dikona, shka po bojnë. Me tutë për ditë, kanë shku për liri, kena dhonë, shka kjenë, për u që kënë. Faleminderit që kena pështu mirë, edhe ata dhe na. Natën ma shumë. A një ditë i kemi mojtë, një 30, gjithë ditën. Që shërkona e ditë për juve? Na është njerëz kallavllak në një shtëpi të vogël për një familje normale. 2 herë kemi kthy bokë në dite, edhe me çaj, me kafe, me shpejt, si shpejt, si për veti. Unë jam file Gashi. Jam me Nua Gashit dhe Stana Gashit. 8 vllazërinj e kam. 3 motra, po 8 vllazërinj. Nona gatoj ke bok, na marrë shumë sene, koreza, mesha, pasola, kur është industria u qetë shumë gjithmonë tauze. Ka so njerëz kanë hongër me për shembull për drejk ose për dorë, dhe sa veta e keni bok. Ka naurt, ka vajit, ka ma shumë, ka... A keshë i harës që për me përgadit? Keshëm se shkej ke boban janë një blejke sene. Gatushëm flija për shpe. Ka so buka, ka so flija u dashke me bo mas shumë? Gatuj ke nona ka 3 herë, ka 4. Që kërin kanë tajten e mogë që kanë nej pusht, kanë kënu me që të lime, që të pushtin kanë. Kanë nej gjithë ditën. Është fest e besimit katolik? Po, e t'ja modhë. Unë jam fëmija i madhe prindve Nua dhe Stana Gashit. Jam ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku jemi kanë me 2 vllazën tjera. Kemi marrë pjesë në luftë. Po na i kemi pas kontaktet, i kemi pas lidhjet Zhegovc, Vërbic, Mramur, Busi, Marevc. Na i kemi pas venet e caktume ku na mju drejtu. Ku me shku, ku na mju drejtu. Edhe në ato pika i kemi marrë, i kemi qu ku janë ku adasht. Nuk kemi pas pengesë për tyne, në momentet e parë me kanë thonë hesni. Se na 4 vëllazën i kemi pasur jashtë. 4 jemi konë këto. Edhe në momentin e parë si ardhë koha, jemi kyqë. Veç kishe thonë, mës me shkel në atë gjak që o dhonë,
kërkush. Sa i gjak që jo dertë për këtë vend nuk bën me shkelë. Apo shkelet tash? Nuk e di. Tash liria që e keni ndrruj. Çu e keni ndruj si djalë Liria? Pak më ndryshe e kemi ndru. Çu shkon Liria? Po na nuk e kemi ndru në ashtaj lirin heq që e pritmi na, po me gëzu një fëmijë ose një nep ose një dikush. Me gëzu pak më mirë. Se na qatë ditë që e kemi morë armën, nuk e kemi menu që pe pritmi liri. Menu e Gashin jam njoft që nga viti 91. Po aktiviteti më i rëndësishëm ka qenë viti 98, ku përmes kryefamiljarit kësaj familje, unë e kontaktin e pare kom pas me te në rrethona tjera, do të thotë, për çështjen e ushtrisë qlirimtare. Kryefamiljari ka qenë aq i sinqert, sa që asnjë pyetje nuk më ka bën. Kur më kanë vyt djemtë e tina, unë i kam marrë edhe këta prej asaj dite kanë qenë në shërbim të Abdhejut. Çdo hyrje në këtë shtëpi ka qenë e mirë pritur. Do të thotë me ushqim, me pije, me çka ka pas në këtë familje e ka dhuruar edhe e ka dhënë me forca vetanake. Kanë qenë kështu komplet familja, ma e veçantë se gjitha familje tjera. Mirë se një ardhë familjen tonë. Faleminderit për juve. Faleminderit për juve. Me sofrën, me pritjen e me zemrën e ngrohtë. Shtëpia Nua dhe Stan Gashit ka qenë gjithmonë e hapur për ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Nonën Stan, nonën e UÇK-s, e ka kapur harresa, por ne nuk bëjmë ta lëmë në harres kontributin madhështor të kësaj familje për lirinë që e gëzojmë sot.